Pra, të gjitha apartamentet janë të dhëna me qira dhe dyqanet janë me qira. Shikoni pak, largësia nga spitali është rreth 300 metra, është rruga që shkon nga spitali për në spital. Jemi në rrugë të madhe, pra këtu është investim shumë i sigurt, e keni pallat të ri, e keni çdo gjë me dokumenta. Kush është një investitor strategjik mund të afrohet dhe të bashkë bisedojmë për këtë pronë, sepse kjo prona do shitet e gjitha prerë. Urdhëroni, ky është ambienti i jashtëm. Ju përshëndes me respekt nga Afrim Hasa dhe Gjon Marku. 850.000 euro. Përshëndetje të gjithë dhe çdo gjë me dokumenta. Kjo është. Ju pres dhe flasim për çdo gjë. 850.000 euro do shitet ky pallati. Ndodhemi në Durrës. Arsyeja që kam ardhur këtu, kam ardhur sepse dua të shesim këtë pallatin, e cila disponon kat i parë 3 dyqane. Dhe në çdo kat kemi nga 2 apartamente. Gjithsej janë 8 apartamente, 1+1 dhe 2+1, dhe pjesa tjetër janë dyqane. Pra, gjithsej janë 11 prona dhe çmimi do të shitet 850.000 euro. Aktualisht është me qira. Shikoni pak çfarë cilësie ka pallati, është me dokumenta, me certifikata pronësie. T'ju them edhe këte që jemi në buzë rrugën, rrugë të madhe do më thonë. Po t'i futëm që t'i hy tek e tek, është e sigur që e shes, e shkatroj bashkë me Gjon Markun. Por, qëllimi është që pronari i kësaj prone, i duhen legët dhe i donë gjithë prej herë. Pra, shitja do bëhet totalisht gjithë një herë. 11 prona, 11 certifikata pronësie, çdo gjë me dokumenta. Investimi është shumë i sigurt. Pra, në rast se ti apo miku jo doni të bleni një pallat në Durrës, të gjithë janë me qiraxhi aktualisht, 850.000 euro direkt ju çojmë ke noteri. Përgjësia është e jona, besimi është juaj. Në rast se ke 850.000 euro, afroje dhe bisedojmë për këtë apartament. Më ndiqni dhe për çdo detaj, çdo gjë me dokumenta, ju lutem, investoj sigurt. Ju lutem.